Bordi i Transparencës ka vendosur ndryshimin e çmimeve të shitjes së karburanteve në tregun vendas, pas mbledhjes së zhvilluar këtë të njëjtë. Sipas vendimit të ri, çmimi i shitjes me pakicë për naftën do të jetë jo më shumë se 197 lek për litër, ndërsa tregtimi me shumicë nuk duhet të kalojë pragun prej 185 lek për litër. Ndryshime ka pësuar edhe benzina, e cila me pakicë do të shitet maksimalisht me 186 lek për litër dhe me shumicë jo më shumë se 174 lek për litër. Këto çmime të përcaktuara do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Organi monitorues u ka tërhequr vëmendjen të gjithë operatorëve të shitjes me pakicë dhe shumicë për detyrimin ligjor që kanë për të zbatuar këto tavane, duke paralajmëruar se ndaj çdo shkelsi do të aplikohet masa administrative e pezullimit të aktivitetit. Në vendim është dhënë edhe një sqarim i rëndësishëm sa i përket nivelit të taksave që aplikohen. Referuar aktit normativ për ndryshimet në ligjin për akcizat, parashikohej një ulje në masën 80% e akcizës vetëm nëse çmimi i naftës kalonte pragun prej 220 lek për litër, ose benzina mbi 200 lek për litër. Duke qenë se çmimet e vendosura janë nën këtë kufi kritik, zbatimi i akcizës do të vijojë të mbetet i plot në masën 100%.